Sot në bibliotekën Ibrahim Rogova në Gjakovë është promovuar libri me titull Kufijtë e dridhur të autorit Arben Rogova. Promovimi i librit është bërë nga shoqata e intelektualëve Jakova. Kryetari i shoqatës Rushdi Sefa tha se ky libër flet për sakrificën dhe vuajtjet e popullit ton. Historia që do të dëgjojmë sot në këtë promovim të librit Kufijtë e dridhur të Arben Rogovës është pjesë e këtij kapitulli të harruar. Është rrëfim për njerëz të zakonshëm me shpirt të jashtëzakonshëm, për një grup adhëtarësh që nuk pranuan të heshtin përballë padrejtësisë. Për librin Kufijtë e dridhur foli edhe profesori Faton Krasniqi, që njëherët është edhe recensent i librit. Libri Kufijtë e dridhur autorit Arben Rogova, me nëntitullin Rrëfimin nga Halil Lila Rogova, tekst autobiografik i kujtesës, ofron një shembull domethënës të ndërthurjes mes rrëfimit autobiografik dhe historisë së dokumentuar. Vepra është një përpjekje serioze për të ruajtur kujtesën individuale dhe kolektive të një periudhe të trazuar të historisë shqiptare në Kosovë dhe Mexhor, duke filluar nga fillimi i shekullit 20 deri në vitin 1999. Ndërsa redaktorja e librit Migena Arllati vuri theksin te rrëfimet autobiografike, madje tha se libri është i shkruar si një zhanër ndërmjet letërsisë dhe historisë. Rrëfimet autobiografike të kujtesës janë një zhanër i ndërmjetëm mes letërsisë dhe historisë. Ata i drejtojnë lexuesit në një qasje përjetimesh dhe vërtetësie, duke u referuar kohrave, proceseve, ngjarjeve, njerëzve bashkëpjesëmarrës në to. Ka shumë shkrimtarë të cilët pas janë marrë me lëvrimin e të gjitha llojeve letrare, gjinive letrare, në periudhën e vonë, në periudhën e shtyrë të jetës vendosin të lëvrojnë edhe tekstin autobiografik. Në vëllimin Kufijtë e dridhur, autori Arben Rogova qëllimshëm ka përmbledhur rrëfime retrospektive, herë me një distancë shumë të largët kohore dhe herë me një distancë të përpara 2-3 dekadave. Arben Rogova, autori i librit, tha se kjo histori e librit është përkulje imja ndaj figurës së babait të tij, Halil Lila Rogova, dhe kujtesës për brezat e rinj për rrënjët tona. Ky libër është një përkulje imja ndaj figurës së babës, por edhe një ftesë për brezat e rinj që të mos harrojnë rrënjët, sepse rrëfimet e të moshuarve tonë janë më shumë se kujtime. Ato janë dokumente të shpirtit kolektiv. Kufijtë e dridhur nuk është vetëm udhimi i një njeriu nga Gjakova e një kohe të rënë në përmale e mërgim. Është kujtimi i një gjenerate që e deshi lirinë edhe kur ajo vinte me dhimbje. Në fund të pranishmit folin edhe për personazhin Halil Lila Rogova, duke risjellur në kujtesë histori të sakrificës dhe qëndresës së figurave kombëtare.